Përshëndetje miq, kudo nga do që jeni, këto ditë pro, si që keni po dhe vetë, Beri, Qabiqi, Brat Bozhola ka fillu një avaz, duke me ofendu e sulmu vazhdimisht, edhe kuptoj mirë Beratin, sepse për Beratin, më të mirë janë ata që heshtin pro. Ata që nuk bojnë zo edhe heshtin, Berati i dënë më së shumti. Berat, po të qej ftes, publikisht, cakto e studion, ku të duash, edhe po dalim sy me sy, edhe po i shpalusim ato se qka kemi fituar nga aktivitetet tona politike. Ti si gazetar e moderator i emisioneve, e une si përkrahës politik. Berat e di që nuk del në debat apo në emision për balmeje, sepse e din edhe ti se so kam pasurione e so ke arrit me o pasuruti. Berat, një pjesë të mollet pasuris e ki fal bizneseve anej veriut Kosovës. E në mos të lasu mo për pasurit që i ke ndërtu, fal manovra që i ke bon pra në politik, ku përmes emisioneve tuaja komiteti edhe Zona Ekspres, sidomos në Zonën Ekspres ku ke qenë një armik të themi i kësaj opozite pas cilës saj sot po bën shumë zhurmë në përkrajet e tyre. E dim Berat se në emisionin Zona Ekspres, ti edhe Leonard Kërquku, kolege jëtë, na keni mësu shumë se qëfar keqpërdërimesh ka pasur gjatë luftës dhe pas luftës nga këta që sot i përkra. Ne nuk kemi shpik këto Berat, ne kemi mësuar nga emisionet e juaja, nga komiteti edhe nga Zona Ekspres. Berat, me të rëgu për pasurin teme. Une Berat, ashtu si që prindi jem, Fadil Shabani, nuk kemi përfituar as një cent nga kauzat. Të njëtën, baba jemi ka kushtu qëti veni, me pajtim gjaqeve, me kontribut në uqeke, me kontribut për 42 vite në arsim, dhe shko sot në Skenderaj vizitu e babën tem edhe sheje sa është pasuru. Hajde edhe të one Berat, as kam banes, as shtëpi, as vetur, as nuk kam biznese, as nuk kam do një përfitim, të ftoj që të shkosh ku dush, gjykata, në prokurori, në KI, hollëm të, analizë vetë, pyet ku të duash, dhe shefe se sa ka Albert Shabani pasuri. Berat, po të eshe atë dhetar, po të eshe që e do shumë këtë vend, të ardhme në këti vendi, do të delje para popullit e do të tregoje se si arrite të bëhesh multimilioner. Me qëfar pune, me qëfar biznese Berat. Unë nuk jam kunder asaj që ti të bëhesh milioner. Kush do qovë që të bëhet milioner, mua nuk me pëngon fare. Por vetëm me të regu se në qëfar rrugë dhe si arrite me o bo multimilioner, e sot të dalësh e të nashesesh moral e karakter. Edhe herë për fund, ku të dush Berat, ndash vina në studion tone, kretë moderatorët e tu, edhe po dalimi si me si Berat. Berat, ju keni problem shumë me njerëzit që e kanë guximin, edhe vullnetin me dalë haptas publikisht, edhe me ja shpalos për ftyre realitetin e të vërtetën. Jo, jeni në gjendje edhe me e eliminu njerë sukrone, sepse u aprishin muhabetin, u aprishin planët qëtësin, ju shqetësojnë, njerëzit pro që dalin edhe i reagojnë të keqes, shëndruan në armik dhe shqetësim për juve. Unë e Berat nuk të shatu si armik, edhe as një shqiptar nuk është as si armik. Unë kam qëndrimet e mia, bindjet e mia, kritikat për ata që mendoj që kanë vepru keq në vendin edhe me popullin. Po nuk të llogaritë kur se armik ka Berat. Shihemi Berat në zgjedhje e aty e merr përgjigjen edhe nga unë, edhe nga i tërë ky popull, i cili besoj shumë që e ka shtu vetëdijsimin dhe besoj që
është koha që tani me ndo shapi prej sheqerit. Ju përshëndes e mirë mbetëshim miq.